Përshëndetje Klevi. News 24 ka mundur të hedh dritë mbi detaje nga hetimet e SPAK lidhur me paracaktimin e konsorciumit fitues për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur dhe ju ka komunikuar akuzat antarët e komisionit të dhënies së koncesionit për shkelje të barazisë në tendera kryer në bashkëpunim. Nga hetimet e prokurorisë posaçme rezulton dhe konkretisht në dosje thuhet se ka dyshime të arsyeshme që antarët e komisionit të dhënies së koncesionit në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë favorizuar bashkimin e shoqërive Magbok Construction, Yda Group dhe Dyja Group në kualifikimin dhe në shpalljen fituese të procedurës së koncesionit. Duhet theksuar se këto hetime nisën 5 vite më parë pas kallëzimit të bërë përmes shtetasit Aldi Celi nga kompania Alde Corporation Ltd, e cila ishte skualifikuar nga gara. Por tashmë 5 vite pas këtij kallëzimi, prokuroria e posaçme ka arritur të provojë nga hetimet si më poshtë. Nga veprimet hetimore të kryera ka rezultuar se antarët e komisionit të dhënies me koncesion nuk kanë konstatuar mungesën e dokumentacionit të nevojshëm të bashkimit të operatorëve ekonomik fitues, theksohet në dosjen e prokurorisë. Kjo ka ndodhur në kundërshtim me ligjin. Ata e kanë kualifikuar kompaninë Magbok Construction SA, Yda Group dhe Dyja Group në kundërshtim me ligjin dhe me rregullat e procedurës konkurruese. Fillimisht e kanë kualifikuar dhe më pas shpallur fitues, deklaron prokuroria e posaçme. Konkretisht, nga hetimet e SPAK rezulton se pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomik, antarët e grupit duhet të përcaktonin me prokuror përfaqësuesin, i cili më pas do duhet të bënte edhe dorëzimin e ofertës. Sipas ligjit, marrëveshja e shkruar dhe prokura do duhet të dërgoheshin së bashku me kualifikimin dhe ofertën ekonomike dhe të nënshkruheshin nga përfaqësuesi, por kjo kërkesë sipas prokurorisë posaçme nuk është përmbushur nga ana e shoqërisë Dyja Group e Valon Ademit. Gjithashtu, nga hetimet është zbuluar më tej se operatorët ekonomik nuk kanë dorëzuar pranë autoritetit kontraktor bilance dhe raportet e auditimit dhe konkretisht kompania Dyja Group e Valon Ademit për vitin 2016 dhe shoqëria Magbo e Bexhet Pacollit, biznesmenit kontrovers nga Kosova për vitin 2019. Gjithashtu, rezulton se nga shoqëritë Magbok Construction dhe Yda Group nuk është dorëzuar dokumentacioni që flet për përfituesin fundor të kompanive dhe gjithashtu nuk sqarohet se përqindje që ato kanë në lidhje me aksionet. Ndërkohë, lidhur me kriterin e kapacitetit teknik, sipas prokurorisë posaçme, duhet që sipas ligjit njëra prej kompanive në garë do duhet të provonte se ka bërë revonim të 10 pistave gjatë 10 viteve të fundit, ndërtimin e të paktën 2 terminaleve në 15 vitet të fundit, si dhe ndërtimin e një kulle të trafikut ajror për gjatë një periudhe 15 vjeçare. Por nga hetimet ka rezultuar se ky kriter nuk është përmbushur jo vetëm nga Magbok Group, por edhe nga shoqëria ose kompania Yda Group, një kompani turke e cila pas lidhjes së kontratës koncesionare është tërhequr nga gara. Nga shoqëria Magbok Construction është dorëzuar dokumentacion për një aeroport e konkretisht Nursultan Nazarbayev në Kazakistan, por SPAK thot se nga dokumentat e dorëzuar nga kjo kompani rezulton se nuk është evidentuar realizimi i ndërtimit të një kulle të trafikut ajror, por është paraqitur një konfirmim i bërë nëpërmjet një letre nga ana e zëvendës kryeministrit të Kazakistanit. Nisur nga më sipër, por edhe shkelje të tjera, prokuroria posaçme, sikurse thash, ju ka komunikuar akuzat 7 antarëve të komisionit të dhënies së koncesionit, pasi ka dyshime të forta se ato kanë favorizuar bashkimin e operatorëve ekonomik që kanë fituar edhe tenderin për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, një projekt i cili për momentin duket se ka mbetur në vend numëro për shkak edhe të përplasjes së 2 aksionerëve Valon Ademit dhe Bexhet Pacollit, e që konflikti krahas asaj çfarë deklaron prokuroria e posaçme është duke u zhvilluar paralelisht jo vetëm atje ku po ndërtohet aeroporti në Nart, një zonë mbrojtur, por po ashtu edhe në gjykatat e shkallës së parë, në apel, gjykatat administrative dhe po ashtu një përballje për shkak të akuzave të ndërsjella në prokurorinë e Tiranës. Është qartë. Mirë, Klodi, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne. Faleminderit juve.